A ke hyrë ndonjëherë në një kishë luterane gjatë shërbesës së tyre hyjnore? Ndoshta jo, sepse ka shumë pak këtu në Shqipëri. Por nëse bën, do të vëresh me njëherë diçka. Çdo shërbes fillon me rrëfimin e përbashkët të mëkateve. Pse kështu? Sepse rrëfimi i mëkateve është një nga momentet më çliruese të shërbesës. Këtu nuk vim me anët tona të forta, por me dobësitë tona. Nuk përpiqemi të fshehim asgjë para Zotit. Gjithçka vendosim në dritë. Gjoni shkruan: po të rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe drejt, që të na i falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo padrejtësi. Çfarë premtimi! Ne vim në kishë sepse kemi nevojë për shpëtimin dhe faljen e mëkateve. Dhe këtë e dëgjojmë me anë të gojës së priftit, kur ai në emër të Krishtit thotë: mëkatet e tua janë falur. Shko në paqe. Të rrëfesh mëkatet, do të thotë gjithashtu të rrëfesh shpëtimtarin tënd. Atë që erdhi për mëkatarët. Atë që ringre, forcon dhe jep jetë të re. Dhe në fundit një sfidë, merr një minutë sot dhe lute: o Zot, ki mëshirë për mua.